Mirë. Bashkëbisedimi i deputetëve demokrat me qytetarët shënoi një incident kur një qytetare tentoi t'i marrë mikrofonin ish kryeministrit Berisha, ndërsa ndërhynte gjatë fjalës së tij duke thirrur Rofti Dirama, apo duke ju drejtuar ish kryeministrit me fjalët "na ke marrë shpirtin". Protestuesit e zhvendosën qytetaren, ndërsa jashtë çadrës reaguan dhunshëm ndaj saj. Por në një kohë kur protestuesit tentuan ta sulmonin fizikisht, deputetja Majlinda Bregu ndërhyri duke shmangur dhunën, ndërsa e shoqëroi qytetaren deri tek forcat e policisë. Gruaja që krijoi incident në protestën e Partisë Demokratike është Klarina Hoxha, nga qyteti i Vlorës, e cila është shoqëruar nga policia në komisariatin nr. 1 për t'u marrë në pyetje.